është për tokën tonë, është për popullin tonë, jo për xhepin. Qashtu. Duken më të lumturit e festës, ndonë se diçka u aprishi qejfin fort. Lëvizja vetëvendosje shënoi rënje në Prizren, nga 51% sa mori 6 muaj më parë në 44 tash. Po i shoha mërim gjallëq. Ala një pi diasporës, ala s'ka nërë votat. Për këtu, po, kemi po, në diasporën kemi rypi shoha. Sot dashtën e din që nuk do të marrin, por udhëheqësit e VV-s këtu e gjetën arsyen pse nuk patën më shumë vota. Ulja përqindjes është i ka afektuar të gjithë subjektet politike, është thjesht një rrëmje që mbasi duhet të analizohen faktorët. Në Prizren jemi subjekt në opozit dhe të kemi një diferencë kaq të madhe me subjektin që është në pushtet, pra kemi ka 43%. Për këtë nuk mërzitet hiç Shaqir Totaj. Diçka duhet më thonë, Abrashin Prizren e ka hup atë farë përkrahja që e ka pas sa do vogël të këtë qenë ajo, ne kemi tregu në zgjedhje lokale sa vlen Abrashi. Vendimet për nivelin qendror dhe pozicionin e PDK-s pas zgjedhjeve, ky tha se do ta diskutojnë të martën. Ne nesër kemi takim të kryesisë së PDK-s, do t'i diskutojmë gjatë gjanat. Unë mund të kem një mendim personal. Cili është nëse mund ta hapni? Po çështja nuk është personale, prandaj edhe nuk do të jap mendim personal. Po si Parti Demokratike do të sillemi konform përgjegjësive tona. Me ndodhit në zgjedhje do të merren edhe zyrtarët policor, të cilët intervenuan në disa raste të dielën. Burë e grua, të dy kanë votuar në kabinën e njëjtë. Në dy raste të ndara. Në dy raste të ndara të njëjta kanë qenë. Të dyat kanë qenë në komunën e Mamushës. Në qendrën e numrimit këtu janë marrë masat që policisë mos t'i bie të arrestoj komisionere vëzhgues me shumicë, siç ndodhi pas zgjedhjeve të dhjetorit. Të gjitha vendimet e Komisionit Qendror Zgjedhjeve që janë ndërmarrë deri më tani, edhe gjitha planifikimet, këtu kanë shkuar për së mbari. Numrimi votave për deputet të 56.000 qytetarëve që votuan në komunën e dytë më të madhe në vend nisi pasdite.